ndryshaj pe këtyne 5 viteve të fundit, qysh ka me ngrit partin edhe njëherë, sepse sot është shumë keq, është shumë poshtë. Qysh ka me i përbashku krejt që to qëndrimet ndryshme, so nuk du me i qunë dasi, jenë qëndrimet ndryshme, edhe qysh ka me arrit kompromisin mrena partis për rrugën për para. Nëse nuk kanë gjenje me bo këto, atëherë lëshon rrugë edhe vjen dikush tjetër që e paraqesh dikush to. tjetër zonja Shqipe? Ka disa njerëz, A ka dikush tjetër që është tamam? Unë pra po tha, muj me dhonë qëndrimin tem, Po, natyrisht, nuk e di se kush janë. po. Ka njerëz që në të kalumen e kanë bo një gjatë e tillë. Ta zom në situata kur ka pas lëkundje të qëndrimeve brenda LDK-s ka arrit me përbashku ato. Dhe për mu kjo figur ka qenë Lutfi Aziri. Edhe në zgjedhjet e 2021, mënyra që shaje ka pranu rezultatin, që e ka hub garen me Abdi Gjikun, mënyra qysh ka qëndru, edhe jo vetëm që ka qëndru në parti, po për kundrazi, ka qenë shumë konstruktiv në veprimet e ti e dëshmon që aj mundet me majt partin brenda. A duhet një figur tjetër që ndoshta nuk e mojnë vetëm të unifikume dhe vetëm stabile qeverin, por e ban një ndryshim thelpsor që me të vërtet e levizë shkund LDK-n edhe qënë drejt një reforme ma të thellë, mundet me pas edhe emna t'il, unë mendoj që janë ja 3-4 vetë minimumi mrena LDK-s që e kanë të njëjtin kapacitet potencial, nëse jo ma shumë se Abdi Gjiku me drejtu partinë. Edhe atër kur zhjede Abdi Gjiku, së shkon që është pasi i vetëmi potencial. Dhe këto deklaratet e shikuzve, duket sikur dy polin, një pol Abdullah Hoti, ish kryeministri, një pol tjetër, Dumir Abdi Gjiku. A është kështu situata dhe brenda? Unë menoj që ka Abdullah ma Hoti shumë. ka suportin e Hikmet e Bajramit, ose e kundërta, ose dhe Hikmet e Bajramit. Po tashti që edhe Abdullah Hoti me një moment e ka përvu edhe ka pru qati 15%, 13% pak, njej. Edhe e ke Lutfi Azirin mes. Po. A ka ndonjë figur tjetër? Është Arben Gashi, po ashtu njeri prej kandidatëve që synon, ose ka synua, nuk e di nëse ende vazhdon Arbeni me synu që të kandidoj për kryetar. Me sa mora vesh sot ka dhe emra tjerë. Po mirë dhe i synon, tashti... Më nëshme synu edhe ti edhe unë edhe, po, atin qysh, pune e kryetarit është pak, se di, nështë në konceptet ndryshe. Po, krit këto, unë pra po tham, jenë të mirë se ardhë se cili qëndrim edhe i njerëzve jashtë LDK, sepse me gjitha të pak të në munova me ndëgju me vëmendje edhe qëndrime